Shërbimi i radioterapisë në Spitalin Onkologjik në QSUT u ndërpre për 3 ditë radhazi, duke lënë pa trajtim 10 pacientë që vuajnë nga kanceri. Denoncimin e bëri gazetari Osman Stafa, i cili raportoi se 2 akseleratorët e vetëm linear që disponon spitali nuk funksiononin, njëri për shkak të prishjes së derës së bunkerit dhe tjetri për probleme teknike. Sipas tij, rreth 100 pacientë në ditë paraqiten për të kryer rrezet sipas protokollit mjekësor. Ndërprerja e këtij shërbimi kritik ka bllokuar drejt për drejt trajtimin e tyre. Vet pacientët flasin për një situatë të rëndë dhe paszgjidhje. Erdha dje, aparati i prishur. Erdha sot, aparati i prishur. Paguan makina, vjen nga larg. Dhe rrezet nuk i bën dot, po luftojmë për jetën, shprehet një paciente, e cila i bën thirrje kryeministrit të ndërhyjë. Një tjetër pacient nga Malësia e Madhe thotë se prej 3 ditësh nuk po kryen rrezet dhe mban përgjegjëse qeverinë për situatën. Vetëm pas daljes së denoncimit publik, QSUT reagoi me një njoftim zyrtar, ku pranon defektet teknike, por përpiqet të minimizojë pasojat. Sipas QSUT-s, akseleratori linear Linak 1 ka shfaqur probleme teknike gjatë ditës së sotme dhe pas ndërhyrjes së teknikëve, zëvendësimit të një komponenti dhe kryerjes së verifikimeve mekanike dhe dozimetrike, pajisja është rikthyer në funksion. Po ashtu QSUT deklaron se edhe Linak 2 është në punë të plot pas rregullimit të derës së bunkerit. Megjithatë, realiteti i 3 ditëve pa rreze për pacientët onkologjik mbetet një fakt i pakundërshtueshëm. QSUT flet për standarde sigurie dhe kalibrime, por nuk jep asnjë përgjigje për mungesën e alternativave, për mungesën e pajisjeve rezervë dhe për pasojat që ndërprerja e trajtimit sjell për pacientët që luftojnë për jetën. Ky rast ngre sërish pikpyetje të forta mbi menaxhimin e shëndetësisë publike dhe përgjegjësinë institucionale përballë një shërbimi jetik që nuk mund të ndalet as për 1 ditë, jo më për 3.